Situata në Maxhoranz nuk është e mirë. Ndoshta është pak të thuash që nuk është e mirë. Situata në Maxhoranz mendoj që edhe pse fituan mandatin e 4 me 83 vota, me një numër shumë të madh vota se 3 mandatet e tjera, është ajo që unë modestisht e kam parashikuar. Numri i madh i votave nuk mund të vijë kur ti ke 12 vjet në pushtet. Dhe si e tillë, Maxhoranza po e vuan këtë super pushtetin e saj. Në raport me Zonjën Balluku, unë them që ajo i ka krijuar një goditje shumë të madhe e qeverisë së Partisë Socialiste, që nëse ne do kishim një opozitë të fortë, nëse ne do kishim një opozitë aty ku duhet të ishte, si do donim ne, realisht pushteti socialist do ishte shumë në rrezik. Avantazhi vetëm i Partisë Socialiste në këto momente nuk është punët, lëvizjet politike, të gjitha që bëjnë, por është Partia Demokratike. Mënyra se si Partia Demokratike nuk funksionon, jo si funksionon. Unë mendoj që zoti Rama dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tij do të kishin bërë një akt, një veprim që zonja Balluku, parasisht diskutimeve juridike që në shumë raste juristët thonë që është e drejtë që të çohet në gjykatë kushtetuese dhe kur flet gjykata gjithë heshtin, por moralisht zoti Rama do të kishte mbajtur atë standard që mbajti me Samir Tahin, atë standard që ka mbajtur me ministra të tjerë, me deputet, zonja Balluku do të kishte dhënë dorëheqje. Kjo do të japte rrugë një hetimi të pavarur, të pambikuar dhe të mos krijoheshin dhe të shtroheshin akoma më shumë dyshime. Unë nuk mund të them, sepse do ishte aprofesionale që zonja Balluku është apo jo e fajshme, sepse atë vendos vetëm gjykata dhe prokuria ngre akuzë, por që në vitin 2025 zoti Rama me një karrierë politike më të mirën në këto 35 vjet në Shqipëri, pra bilancin politike ka më të mirën, 11 vjet kryetar Bashkia e Tiranës dhe po shkon në 16 vjet kryeministër, që një kryeminist që ndodhte një çështje e tillë dhe të mos jete dorëheqjen, që unë vetë nuk e kisha parashikuar që zoti Rama të arrinte deri këtu. Zoti Rama ka vendosur disa standarde në politikën e vet që kur një politikan, bashkëpunëtor, ministër, deputet, zëvendësministër, drejtor, ka pasur një çështje me drejtsinë, ai ka thënë zotëri, hajde jep dorëheqje. Kto i ka bërë zoti Rama, nuk e ka bërë XY-i. I ka bërë zoti Rama. Atëherë pse ndryshoi zoti Rama raportin me zonjën Balluku? Unë them që nëse do ndodhte kjo, edhe vetë zoti Rama do ishte më i çliruar. Edhe vetë qeverisja e Partisë Socialiste do ishte më e çliruar, dhe vetë Maxhoranza do vazhdonte të bënte punët e saj më me cilësi. Tini, ka një ngrirje të shumë problemeve, punëve në qeverisjen në mandatit 4. Ka ngrirje të punëve. Atëherë si mund funksionoi kjo gjë? Kjo funksionon duke e vënë zonjën Balluku në një status tjetër dhe kështu do zgjidhej. Nëse zonja Balluku merr pafajësi, ajo të kthehet përsëri zos kryeministër, ministër, dhe është e drejtë e saj. Se nuk e vendos asun, as ti thimi a është ajo apo jo e pafajshme. Do të themi ne, di unë këtë fakt apo di këtë fakt. Është prokuroria që përfaqëson shtetin në gjykatë dhe gjykata vendos. Por që të mbetet qeverisja e Partisë Socialiste peng e zonjës Balluku në një moment që sfaku, institucioni mirësishëm që ka shteti, si kishte thënë vetëm vej një përfaqësues Shqipërisë, po jo që sfaku s'ka asgjë. Kishte thënë një deputet në Bashkimin Evropian. A e kupton Parlamentin Evropian? Po. A e kupton domethënë? Po jo që sfaku Shqipëria s'ka asgjë. Këtu tani vim përsëri me opozitën. Po opozita ku është? Se mirë qeveria konsumohet, është problem gjithmonë, është e ka thënë teorician më mirë, por edhe Ronald Reagan. Qeveria është problemi dha. Unë jam problemi. Që se këtë se pranoj socialistit, atë çështje tjetër. Unë mendoj që me mendje të ftohtë socialistët duhet të bëjnë një listë të atyre që kanë dhënë dorëheqje gjatë këtyre 35 viteve dhe arsye pse, fjala vjen nga Mikdokle, por edhe dorëheqje se nuk kanë një ligj në parlament, a kupton domethënë tani çfarë standardesh? Tani një ligj në parlament, domethënë ishte socialist. Në Mikdokle dhe socialistë ata 24 karat. Po pra, dhe dha dorëheqje
se nuk ka një ligj, më dha dorë që sekretar komandi. Këtu tani e tim në spak dhe unë mbaj pen majorancën ja, që nuk është normal. Thash nuk e gjykoj, nuk e paraqykoj zonin Balluku. Fare, nuk e kam fare nominalisht këtë. Por këto janë standarde që Partia Socialiste, por edhe politika shqiptare, se duhet thënë që jo vetëm nga Majta, thini, nga e djatha ka dorëheqje spektakolare. Ilir Osmani është numri 1, nëse ne do të bëni një top. Po. Një top 10. Thini, numri 1 është Ilir Osmani. Se vllai ti u përfol në një aktivitet që mund të çmarrë një tender, ai dha dorëheqje si ministri i drejtësisë. Pa e kupton çfarë standardi më. Ky standard modern, standard evropian, perëndimor. Tani vim te Balluku që ka bllokuar qeverisjen, kjo nuk shkon. Okej.